Imi rikthyer pasi kemi përfunduar së bëri gjithë analizën e një dasme që pati që nga puthja, fustani, dashuria, kërcimi, Artiola Toskën që s'mund të mungojnë në dasëm, po ashtu pati edhe shkatrimin që i bëri Rogerti çdo gjëje. Këtë e diskutuam dhe çiftin to be që mund të ishin në këtë dasëm. Mateon dhe Brikenën dhe tani do të flasim për ata që ju shihni si më të fortët aktualisht në garë. Gerta. Është Big Brother i parë në të cilët ne jemi të turbulluar akoma se cilët do të jenë finalistët e këtij edicioni. Tek bigët e kaluar kemi qenë paksa më të qartë për lojtarët, ndërsa këtu duke qenë se lojtarët janë të gjithë aty, pra nuk ke një lojtar që po themi të jetë totalisht i shkëputur nga pjesa tjetër e shtëpisë, dhe kushdo që të jetë finalist nuk përbën absolutisht asnjë lloj, po themi, habie. Po megjithatë unë kam një renditje timen, po themi Selin, Stenaldo, do jetë o Mateo Brikena, po besoj Brikena, dhe këllash pa thënë. Selin, Stenaldo, Brikena, the. Po, dhe nëse do jenë 4 finalistë, duhet të vendosim, po themi, Mirin, nëse do kemi 5 finalist, do t'jetë Miri dhe Rogerti. Pra ti Rogertin e shet të rrezikuar për finale. I rrezikuar nga fuqia që ka në lojë, nga pesha, nga njerëzit, për perceptimi nga jashtë, apo nga ideja që luan ashpër dhe mund të rrezikojë përjashtim? Pikërisht pse luan ashpër, publiku përgjithsisht nuk është se e do Rogertin, nuk e përkrah. Në drejtë publiku po e mban, se ai është nominim të përhershëm, kështu që publiku nëse do e nxjerr. Po e mban me vetëdije që Rogerti i duhet asaj shtëpisë për të keqen që ai do i duhet deri në fund. Jam e sigurt që do i duhet deri në fund. Më vjen keq që kam ndryshuar mendim se aty brenda. Çunon ajo që ka ca sytë e me të, por kur e shoh me syrin e një publiku, unë mendoj se ajo shtëpi pa Rogertin fiket. Po fiket, po java e fundit nuk do të thotë që është determinante për gjithë lojën e Big Brother. Po publiku nuk besoj se do të tregojë atmosferën jonë sa ta çoj deri afër fundit dhe pastaj ta heqë, sepse është ai që po e mban gjalla të shtëpi. Nuk e do si Rogerti ka qenë në dhomën e reflektimit, unë kam qenë vetë akoma aty brenda, edhe shihja që shtëpia ran në një lloj shqetësie të frikshme. Ne aty brenda dilnim dhe pinim kafe. Më thënë, askush nuk krijonte asnjë lloj debati, asnjë lloj konfrontimi. Është tjetër gjë të duash një lojtar për unë kam gjykuar gjithmonë në disa momente lojën gati të shëmtuar, sepse ai nuk njeh limite. Por unë mendoj se është një e keqe e domosdoshme. Më vjen keq që e them këtë, nuk mendoj se do e thoja ndonjëherë. Aty brenda kam pasur komplet qendrim tjetër, këtu jashtë shoh me syrin e një publiku. Kështu që është një e keqe e domosdoshme që i duhet asaj shtëpie. Po pra, ne këtë po themi, që është e keqe e domosdoshme. Do të tregoj tashmë mirënjohës, do ta çojë deri në finale dhe do të skualifikoj. Ja ta shpjegoj këtë. Pra, publiku vërtet e do Rogertin të jetë pjesë e shtëpisë. Ai po jep shumë asaj loje. Lutem, ta them një fjalë nga vendimi i fus se ne kam shumë mezi këtë mbi vendosjen e të folurit. Pra, ideja është që Rogerti ka haruar veten e vet në Big Brother. Si? Ka haruar veten tonë në Big Brother. Kur mbi vendosur që ka shumë ta marrë fjalë. Do të them që un kam dalë nga Big Brother dhe më duket sikur jam akoma aty brenda. Ti qenë shumë e qetë atje gjatë prajmeve në Big Brother, ndonjëherë për të marrë fjalën ku vërtet duhet ta merrje dhe jo, nuk më është dhënë fjala, me thënë të drejtën, nuk më është dhënë fjala, kam tentuar ta marr, kush e ka parë, Jo, i kam parë të gjitha prajme. Nuk më është dhënë. Unë gjithmonë kam diçka për të. Dakord, po. Po thoja këtë që vërtet publiku e do Rogertin brenda shtëpisë si lojtar. Është shumë koshient që Rogerti është një lojtar i keq, po themi. Me rolin negativ që ai ka marrë përsipër ta bëjë. Dhe publiku dhe këtë e përkrah. Por nuk kërkon që Rogerti ti atriboj finalen, pra ti jap në fund fare ti jap një çmim. Pra do të thotë që publiku nuk kërkon, po dhe publiku nga çmimi i madh një është, finale janë disa finalistë, kështu unë mendoj se finalen e meriton Rogerti, pastaj çmimin e madh e vendos publiku. Jo për çmimin e madh, edhe të jesh finalist është titull pra. Po i jep asaj shtëpie, po jep nga vetja e vet, edhe ai po kryqëzohet këtu jashtë. Kështu që publiku nuk kërkon t'ja japi këtë titull. Po jo, pikërisht të dyjave. Prandaj them që nuk duhet të flasim njëkohësisht, se s'kuptohemi. Mos e acaroni Livian se e dini. Unë vaj distancë. Ndoshta po flasim të njëjtën ide, më kupton, por mendova që në finale Rogerti nuk do jetë, sepse nuk e dhe si emër finaliste. Ndoshta unë po të them, në finale unë e shoh Rogertin sepse mendoj se është një shpërblim që publiku duhet t'ia japi. Për gjithë lojën që po bën dhe po mban. Pastaj finale nuk e di kush e
Atëre, nëse janë 4 finalistë, 2 më të rrezikuarit, që ka një pikë pyetje shumë të madhe midis të dyve është Miri Rogert. Pra nëse 3 finalistët e tjerë jemi pothuajse më të vendosur si publik. Po falë, çfarë po bën Miri tani në shtëpi përveç se bën mimika sa është Selinën dhe Gimbon bash. Çfarë po bën Miri në shtëpi? Nëse do e kishe ndjekur Big Brother, do e kishe parë që Miri është në gjumë letargjik për momentin. Jo, nuk është në gjumë. Po, Miri është në gjumë dhe po pret të vi pranvera të zgjohet. Është se ata arrin që futen edhe po ato rezervat që ka brenda, po ushet me ato rezervat që ka dhe po pret që t'i dali një situatë, qof me Selina apo me këtë, se me këtë e kalojën ai. Unë thash, ai që ditë një e ka shkuar fatin e tij. Duan ne ato po mirën akoma me emrin e Mirit. Po, ato me çfarë emrin e Mirit? Fillon është gjumë letargjik në sytë e mi. Ina, tani ne kemi qenë dhe aty. Për mendimin tim për momentin. Ne kemi qenë dhe aty. Pra në gjyqimin tënd e drejton, vazhdo Elivia. Ne kemi qenë dhe aty dhe ne ora 9 me orën 11 Prime është i Selin dhe Mirit. Natë për natë. Sa është Prime? Nuk është Rogerti. Jam dakord që Rogerti e meriton për ç'është. Pse po del Miri në Prime tani? Rogerti është si raport me ai personi ngacmues. Po del si xheloz, po del si përndjekës, po del si ai që bën mimika, ai që përgjohet, apo del. Po për strategji. Lojën e dobët të Miri që po bën tani me lojën që po bën Rogerti. Rogerti po e mban atë shtëpi. Jam dakord, Ina, këtë po them që Rogerti i duhet atë shtëpi. Nuk është loja jo të vesh dhe të dëgjosh pas derë. Ju e shihni Rogerti në finale. Të dalësh nga derta që është ndërtuar si pesë. Unë e tin në moment që kemi shikuar. Po bën krahasimin pra. Gata po thoshte që unë Rogerti nuk e shoh finale, Mirin e shoh. Nëse për mendimin tim Rogerti e meriton finalen më shumë se Miri po them. Sepse këto kohë është më në zë. Të kuptoj, po, e kam qartë pjesën sepse si ishe deri diku të barabartë. Edhe fakti që janë bërë bashkë në lojë mund t'i ketë balancuar pak raportin me njëri tjetrin. Miri ku të shojë njësoj të dy. Unë mendoj që Miri ka bërë shumë mirë që me Rogertin bashkë në lojë. Kam bërë shumë mirë sepse Rogerti sfumohet pak sa, do me thënë, sepse ja si që diskutojmë neve që është Miri apo Rogerti. Nëse Rogerti do ishte pa Mirin, pa përkrajnë e mirë, do ishte i vetëm, do shta mund t'ishte e pa diskutush me finalja e Rogertit. Qartë, kuptova. Ndërsa në pozitat të tilla, kur ata të dy janë bashkë dhe Miri nuk është budalla, dhe prandaj e mban Rogertin afër dhe Miri di shumë mirë që Rogerti është një banor që nuk e pëlqen publiku jashtë, sepse kuptohet edhe nga Prime, kështu që Miri nuk e mban të keqen afër kot, pas një qëllim. E mban pikërisht të shkojë vetë në finale. Historia ka treguar që si të protagonistët e qenit antagonist, në rast se ti je pasaj shtëpi publiku të do. E ka treguar historia, këtë nuk e them unë. Pra nëse ti je pasaj shtëpi nuk ka rëndësi nëse je protagonist apo antagonist, pra nëse je pozitiv apo negativ si personazh apo si karakter. Finalist për mua unë kam thënë në sytë e mi nuk është asnjëri. Ajo që dua të komentoj është kjo. Për mendimin tim, themelet forta dhe prioritet në lojë kanë banorët e vjetër, sikurse është parë, kemi hyrje dhe dalje, kemi prurje të reja, rrin 2 javë, 1 muaj, dalin. Është e vështirë të gjejnë veten, sidomos në këtë pikë të lojës për mendimin tim. Sidomos nëse nuk ke një situatë aktive aty brenda ose ta krijosh, ose do hysh shumë zellshëm si hyri Rogerti. Për mendimin tim, pra ne Rogerti është aty ku është dhe po merr gjithë vëmendjen sepse në atë pikë lojës që hyri ai, ose do kishte një situatë shumë të fortë, ose ai do kishte dalë siç ka dalë pjesa tjetër. Për mendimin tim, më të rrezikuar janë banorët e rinj dhe finalist shokta të vjetrit, me thënë drejtën, se kush nuk e di se për mendimin tim në sytë e mi nuk është asnjëri. E di Mina s'do asnjërin. Livia, ti do disa aty, e di unë. Po, jepi. Njëri parë është Rogerti. Ka kontribuar për atë shtëpi për që në finale, jo se po e them unë se kam ndejtur me të, po i ka dhënë asaj shtëpie, se për ndryshe do kishte dalë, shumë herë. Shof Mirin, sepse s'duam ne, çdo Prime, vazhdon akoma, thash ora 9 me 11, është Prime i Mirit dhe Selin. Shof Selinin, s'duam ne, Pra Rogerti, Miri, Selin? Po, këta të tre. Ty, nëse jam 5, 2 të fundit. Më të gjua se kur the ty një moment. Dhe kësema kokën, ishte 2, okej. Ty, shof Stenaldon dhe Mateon. Stenaldon dhe Mateon. Brikenën jo? Jo. Okej. Aty nuk shkot finalet unë i të mis. Duhet me lujt pak. Po Mateo, tani nuk është se po... Tani për momentin... Po Mateo ka një mbështetje të jashtëzakonshme. Flasë edhe nga mbështetje. Ka një fanbase shumë të madhe, Mateo. Kam mbështetje, dhe Brikena gjithashtu kam mbështetje. Edhe ndoshta publiku krijon një lloj afeksioni për një djalë që i shkon aq shumë nga pas një vajze dhe merr vetëm refuzime dhe nuk dorëzohet. Ka ndodhur dhe në të shkuar, s'është era e parë. Brikena ka patur mbështetje, por këto kohë të fundit kjo goca re që është futur, Edisa, më pëlqen ajo. Ka filluar të nxjerr nga vetja dhe ka filluar të dalë. Thotë Gjergj do i thoj edhe ti. Jo, i ka dalë Brikena ashtu siç është, ka dalë nga pak nga korniza kurrinte gjithkohës. Po, kthem sa përgjigje Brikena ka filluar i del pak situata nga edhe prandaj pëlqen ajo goca. Po ti thua Brikenën më shumë e sheh në finale se Mateon. Brikenën më shumë se sa Mateon, sepse shikoj që
Habitem se si Gimbon se she as kush në finale. Gimbon. Me thënë drejtën, unë shumë Mateo, një Brikena. O, grejt, ajo rri, do më thënë qohet në mëgjes, del mas dita nga grimi, flej gjumë gjithë ditën. Okej, dakord, jam për këtë, po aq pak sa rrin. Ku thot Rogerti nuk shkojnë në finale, o i motër të flej gjumë, po qohë. Gretën dhe Gimbon nuk i she. Jo. Qa Grete? Greta dhe Gimbo janë, unë i kam quajtur një pemë të gjithë. Po themi, në konceptin e një peme, ku ka trungun, pemë dhe degët e veta, kështu që në këtë pemë, kur vjen sezoni shartimit, thua ti, dërsa dhe të tjerët janë degët e Selinit. Qartë, mirë. Tani, për efekt profesionit dhe të qenurit korrekt me ata që na ndjekin, nuk e di nëse ti na e di, po është duke u bërë nami me ty në 40, sa ke që je këtu në studio? Me mua? Po e shet që po bëhet në për internet? Ke dalë në për portale që ke hequr nga Instagrami Kesin. Po, është kudo. Mua po ma dërgojnë të gjithë. Dhe të ta lexoj, po. Pa ko pas daljes, kriset marrëdhënia, Ina ish Kesin. Okej, të ka ish dhe Kesi ty. Ju them njerëzve që mos shqetësohen. Nuk ka ndodhur asgjë, thjesht është zënk momentale. Thjesht Kesi vëri gishtin kokës. Thiri mëndjes, Kesi. Jo, shiko, një gjë më bën gjithmonë përshtypje. Kur ka heqje nga Instagrami, ka akoma ndjenjë. Po të mbante Kesi, do të thotë që s'kishte interes për ty. Një marrëdhënie. Ka hequr që të reflektosh. Nuk kam një marrëdhënie shumë personale. Sa po ka ndodhur dhe po ma çojnë të gjithë. Dhe do ta shohësh tani kur të dalësh që e ke në. Tani e hoqe nga Instagrami? Mos e heq para emisionit, mos e vër në siklet, s'ka gjë. Jo, një marrëdhënie. Se kemi Xhan Inën, jo Inën se mërzisim. Ti e para po ai ty? Ina me që ku heq Kesi njëri. E ka heq Ina. Një marrëdhënie nuk përfundon kur duke thënë mos më shkruaj më. Vërja pikën të lutem. Një marrëdhënie përfundon duke thënë më shkruaj sa herë të kesh nevojë. Kështu që këto që hiqen e bën blok, nuk kam mbaruar asnjë gjë. Mirë, Inën e kemi Xhan. Kështu që edhe Ina e di. Faleminderit shumë. Gerta, Ina. Faleminderit. Që të vihesh ti në sikletë, edhe sa punë duhet. Jam shumë e lumtur që e arritëm. Faleminderit shumë, Livia. Shumë shkurt publicitet. Okej, jo aq shkurt. Publicitet dhe kthehemi përsëri bashkë.